Ja dhe kemi sërish së bashku dhe tani do lidhemi direkt pa unë burko së bashku me Shefkia Lasani Dikën, një emër i dëgjuar për ju në aspekte të ndryshme, duke qenë se ajo është aktive në shumë fusha, por sidomos kur vjen punat e kostimet, unë për vete e kam si një ciceron personal, sepse gjithmonë e pyes për sugjerime vendesh, ose në qoftë se kam vendosur që të shkoj në një vend, e pyes se çfarë nuk duhet që të humb atje, sugjerime edhe vendi se ku duhet të qëndroj, çfarë të ha, çfarë eksperiencë të provoj dhe gjëra të tjera të ngjashme. Kështu që një bisedë të tillë si atë tonën private do e zhvillojmë edhe sot përpara jush. Nëse mundi të lutem regjia të më mundsoj lidhjen. Përshëndetje Shefkia, dëgjojmë. Përshëndetje Argjira, po shumë bukur. Faleminderit që je pjesë e emisionit tonë sot. Nga Struga nuk kemi ndonjë udhtim besoj për momentin, apo jemi në shtëpi? Për momentin vetëm punë. Punë, ende punë. Po, realisht Po? Jo, veç desha të them që isha në pushime, ka 2 javë që jam. Po pra, normale. Nuk u habitëm as pak. Shefkia, ti je një udhëtuese kronike, le ta quajmë kështu, dhe sa mirë bën dhe kështu qofshim të gjithë. Më thuaj pak, deri më sot, sa vende ke vizituar? Apo keni humbur numërimin? Jo, më pëlqeu ky epiteti udhëtuese kronike, interesant. Shiko, jam bërë shumë, ndoshta nuk janë edhe shumë për një njeri që i adhuron udhëtimet. Nëse mundem t'i përfshij, t'i grumbulloj tash shpejt në kokën time, dikund ke 20-25 shtete të ndryshme, duke pasur parasysh faktin këtu që disa shtete domethënë kanë qenë vetëm si vizita ditore në një qytet, por pjesa më e madhe kanë qenë domethënë eksplorime të detajueshme, duke pasur mundësinë të shëtisë më shumë qytete të atij shteti dhe për ta prekur tamam realitetin atij vendi ku kemi vendosur të eksplorojmë. Gjithsesi, kaq vende nuk janë pak për të vizituar, sidomos dikush udhëton, për shembull, ka vetëm ato pushimet e verës me familjen, për shembull kryesisht në det, apo ne të Strugës që shkojmë në një vend kështu për ta shëtitur dhe për ta vizituar, duke qenë se ujin e kemi aty dhe nuk kemi nevojë të shkojmë diku për të freskuar, nuk janë pak, duhet thënë. Po, realisht, lista ime e udhëtimeve në fakt ka filluar prin në kohën kur kam qenë studente, që tikun të 10 vjetë. Domethënë atë kohë me një backpack që thuan, çdo herë gjeja mundësinë se ku mundem të shkoj dhe ku mundem të shëtis, dhe deri tash është bërë një numër simbolik, le të themi. Kështu që, okay, nuk është pak, po prap për mua nuk është edhe shumë. Kjo do të thotë se kemi edhe shumë vende të tjera në listë që presin që të bëjnë aty check. Patjetër, vetëm kohë dhe shëndet të kemi. Ajo është kryesorja. Më thuaj pak, si zgjedh ti destinacionet? Përmendë se ke shkuar që në kohën e studimeve, atëherë ke qenë tek, ndërsa tani je familje. Përveç se je çift, je edhe me 2 fëmijë, po besoj se fëmijët nuk sugjerojnë vende se ku të shkojnë, por ama ndikojnë në vendimin e atyre për zgjedhjes së vendeve. Por gjithsesi përpara se të kalojmë tek fëmijët, do doja që fillimisht ty personalisht apo dhe si partnerja e Enkelit, si e bëni përzgjedhjen e destinacioneve se ku do shkoni në udhëtimin e radhës? Okej, tash të jem plotësisht e sinqertë. Filloj me biletat dhe i shohim domethënë për cilat destinacione kur janë më të lira, dhe prioriteti jon kryesor gjithmonë është domethënë udhëtimi jon të mos jetë në një periudhë kur është kulmi i sezonit turistik në atë vend, sepse asnjëherë nuk mundesh ta shijosh një vend kur ka turma të mëdha njerëzish, dhe mundohemi domethënë të ikim kësaj periudhës kur është domethënë piku i vizitave në një X vend, dhe kjo domethënë gjithashtu indikon atij faktorit të parë që përmenda, sepse zakonisht në ato sezonët kulminante dhe çmimet dhe shërbimet, çdo gjë është e tepruar, dhe domethënë këto janë 2 elementet kryesore që ne i shohim çdo herë para se të vendosim ku të shkojmë. Por ne nuk prish punë destinacionin, domethënë ne duam të vizitojmë çdo vend, kështu që nisemi duke filluar nga këto pika. Besoj se bën mirë që e përmendë edhe këtë punën e biletave sa i përket nëse është pik sezoni ose është sezon që nuk e vizitojnë shumë turistë. Cilat janë ato avantajet, le të themi, ose dizavantajet e të udhëtuarit në vende të ndryshme, pikërisht atëherë kur nuk shkojnë të gjithë, sepse normalisht që një vend të vizitohet në kohën kur është piku i turizmit e ka një arsye. Ndërsa ju jeni prej atyre që e bëni të kundërtën. Cilat janë ato gjëra, anët e mira dhe në thojza jo dhe aq të vizituarit të këtyre vendeve atëherë kur nuk është kulmi i turizmit?
Po, shiko, tash çdo vend ka, le të themi, diçka tradicionale ose diçka të bukur që të motivon ta vizitosh. Po kryesisht vera preferohet për shembull për pushime në det. Po nuk duhet të jetë me çdo kusht vera. Elementet kryesore të kësaj janë se ti nëse shkon në pranverë ose veç po sa ka filluar vera, përveç se i gjen ofertat dhe çmimet, po dhe shërbimi shumë cilësor, për shkak se stafi nuk është i ngulfatur me turma njerëzish tek shumë e radh. Gjithashtu, domethënë, koha është më komode, nuk është ai nxehti i madh që të streson, të lodhja zakonisht shumë. Këto janë, domethënë, ato, le të themi, përfitimet kryesore kur ti vendos të bësh një udhëtim që është jashtë sezonit. Këto faktorët negativ do kisha thënë se asnjë nuk është e sigurt dhe për shembull mund të mos jesh shumë e fat dhe ndonjëherë koha të jetë me shi ose të ta prishë në një ditë, po për mendimin tim nëse i peshojnë shumë këto tjera që janë pozitive dhe mendoj që nuk duhet vërtet të shikohet pak më detajisht dhe çdo herë të planifikohet udhëtimet në periudha kur nuk është piku i sezonit. Sepse besoj se në këtë kohë dhe nuk është edhe piku i aspektit financiar në të gjitha aspekte, siç edhe e përmendëm deri më tani. Shefkia, më thuaj pak, më mirë në tokë apo në ujë? Në atë aspekti më mirë për të vizituar një vend dhe për ta vizituar me gjithmend, ose ndoshta një pushim afër ujit, qoftë det, liçen, oqean? Po shiko, njeriu ndonjëherë ka nevoja të ndryshme dhe kjo ndikon edhe nga jeta e përditshme apo rutina që dikush e ka. Në rastin tim dhe të burit tim le të themi që ndoshta kemi punë pak më fleksibile dhe ndoshta jo shumë dinamike në kuptimin që gjithkohës të jesh në stres, na jep këtë apo në lëvizje apo nuk është punë fizike, na jep komoditetin që neve kur të vendosim për të shëtitur apo për të pushuar, të jetë në formë eksploruese më shumë, domethënë të jetë më shumë shëtitje. Ndërsa ka dhe raste kur njerëzit janë me të vërtetë shumë të lodhur, kanë dinamik shumë të madhe ditore me punë të rënda fizike dhe ato normal që kanë nevojë që thjesht të shkojnë në pushime, të shtrihen në plazh dhe të kenë çdo gjë të gatshme t'ju ofrohet aty. Gjithsesi prap mendoj që është edhe çështje shije dhe karakteri, ajo se çfarë vendosim ne të bëjmë në pushimet tona. Kështu që unë gjithsesi do kisha qenë çdo herë jam për pushime eksploruese dhe jo për pushime që thjesht të mbyllesh në një resort dhe thjesht aty ti kalosh gjithë ditët e tua duke pushuar. Mbasi ndonjëherë edhe pse ka raste kur thon sa kam nevojë për një pushim të tillë, po më duket e kam vetëm kështu mendim kalimtar, sepse kur më vjen momenti prap të vendosi se ku si prap zgjidhi këtë formën eksploruese që din të jetë dhe e lodhshme, por është shumë e bukur dhe përveç se e shijon, është një formë pushimi që le të them mëson shumë. Dhe këtë e dëshmojnë edhe fotografit, pamjet të cilat jemi duke i ndjekur në këto momente, do me thënë një prej atyre tipave që thotë kam nevojë për një pushim dhe thotë sa mirë do shkosh në pushime, do pushosh dhe të sheh duke me një çantë shpine në 40 gradë një safari dhe ai është pushim për ty. Kështu më duket mua. Ose shpesh na ka ndodhur, kemi shkuar dikund edhe na ka pëlqyer aq shumë vendi, kështu që kemi përfunduar me idenë që do pushojmë, por kemi përfunduar duke bërë 30.000 deri 40.000 hapa për një ditë duke eksploruar dhe duke ecur nga një qoshi qytetit në qoshin tjetër dhe duke parë çdo gjë që mund të shihet në atë lokacion. Kështu që nuk keni, ju të dytë paktën nuk keni konceptin e njëjtë të pushuarit me shumicën e njerëzve, kjo është pak për e sigurt. Një sfidë tjetër është edhe tashmë ju jeni dhe prindër dhe udhëtimet me fëmijët gjithsesi ju i realizoni, madje realizoni edhe në destinacione të cilat jo domosdoshmërisht janë më të afërta të mundshme. Cilat janë ato tips and tricks, disa këshilla ndoshta që mund të ndanit që i bëni dhe ju vetë ose eksperienca juaj në gjatë udhëtimeve me fëmijë, duke qenë se me fëmijët edhe në qytet të dalësh është një sfidë në vete, alore më të vendosësh të largohesh për disa ditë dhe të marrësh shumë gjëra me vete dhe gjithmonë me atë frikën, me atë stresin se mos të muren, mos i ndodh diçka, a do e pranoj vendin dhe të gjitha ato problemet e tjera. Na tregoni pak. Shiko, Argjira, para se të kem fëmijë, çdo herë frika më e madhe ka qenë se kur do kem fëmijë do kufizon dhe nuk do mundem t'i bëj gjëra që kam dashur t'i bëj. Po të pasurit fëmijë më ka mësuar se në fakt neve nuk ndryshojmë, ne vazhdojmë t'i bëjmë gjërat që duam t'i bëjmë, por gjejmë mënyra tjera për t'i realizuar këto. Fëmijët ndonjëherë të kufizojnë, nuk them që jo, po thjesht ta ridefinojnë jetën, po dhe mënyrën se si pushon, po dhe mënyrën si vepron. Unë
domethënë tash kam 2 fëmijë, kam pasur fatin që të kem dhe një familje që më ndihmon shumë dhe në një farë mënyrë nuk jam shkëputur komplet nga eksperiencat e mia, sepse ka pasur dhe raste kur kam udhëtuar, po fëmijët i kam lënë të kujdesin gjyqërit, po sepse në moshë shumë të vogël unë mendoj që një fëmijë nuk është me të vërtetë sfiduese, sidomos deri në 2 vjeç, kur nuk është i vetëdijshëm për asgjë dhe nuk kupton asgjë, është vetëm më e rëndë për prindin. Por domethënë udhëtimet e para në distancë më të largët kam filluar me vajzën domethënë kur ajo ka mbushur 2 vjet dhe në atë moment kur ne kemi filluar të komunikojmë dhe ajo të kuptoi, duke ia shpjeguar, duke filluar domethënë të shkojmë diku, të shkojmë ambient tjetër, për shembull udhëtimin që e kishim në Itali gjithkohës duke ja përgatitur terrenin në një farë mënyre duke i thënë se do shkojmë atje ka kullore shumë të mira, si të pëlqejnë shumë, do hipim në aeroplan, duke i treguar një aeroplan lojre, domethënë duke i përgatitur terrenin edhe me shumë kujdes që nëse ka kriza, sepse me fëmijët krizat janë të pashmangshme, po të jenë minimale dhe të menaxhueshme. Dhe mendoj që çelësi është vetëm apo triksi që tha atje është vetëm me komunikim dhe duke i përgatitur paraprakisht. Po normal që edhe fëmijët mësojnë duke qenë se jetojnë me 2 prindër që flasin për pushime, tregojnë foto, tregojnë momente dhe me një farë mënyrë ato ushqyhen me këtë kulturë dhe pastaj momentin kur ti bën diçka ndoshta mendoj që atyre ju vjen deri diku natyrshëm dhe përballojnë më mirë. Besoj kjo është një ndër arsyet kryesore që na ka leju mua të vazhdoj domethënë atë trendin tim apo lifestyle-in tim dhe kur të kem fëmijë. Dhe mua më vjen shumë mirë për këtë, po me këtë çështjen se unë e di se ju i shijoni pushimet në mënyrën autentike të pushimeve, pra në qoftë se shkoni në një vend ku ka një ushqim specifik për atë vend, ju shkoni dhe e provoni pikërisht atë ushqim. Por ose një eksperiencë, le të themi. Po kur jeni me fëmijët, si ja bëni për këtë? A zgjedhin ato të paktën tek pjesa e ushqimit ose tek pjesa e të ecurit të hapave të shumta të cilat i përmendet më herët? Si e ruani këtë bilanc? Po, ato janë akoma të vegjël për të zgjedhur për ushqim dhe të them çdo herë është duke u bërë tregime super interesante dhe duke ju treguar për të ecur normal që lodhën, zakonisht i mbajmë në krah ose me karroca ose marrim ndonjëri nga prindrit me ne që të na ndihmoj. Po ka sfidat e veta. Tash nëse më lejon të ndaj eksperiencën e fundit që ishim tash shpejt ishim në Shqipëri dhe deri në një periudhë pak më të gjatë dhe ne nuk mundemi të rrim shumë gjatë në një vend, që kemi të nevojshme atë lëvizjen dhe eksplorimin. Shohim çfarë ka afër, kishte një restorant agroturizëm shumë i bukur, malor, wow, interesant, hajde të shkojmë. Dhe tani Mepsi na jepte një rrugë shumë të shkurtër që dukeshte ideale, por shumë ishte asfaltuar. Pastaj kishte edhe një rrugë tjetër që ishte pak më gjatë po asfaltuar. Tha pak po shkojmë te kjo asfaltuara. Edhe stresi ishte se hypëm në majë të malit dhe pastaj për të zbritur te restoranti ishte një rrugë aq e pirret, aq e ngushtë, aq e frikshme dhe momentin kur jemi me fëmijë kjo të stresin e 10 fishon, jo e 2 fishon, sepse ti ke përgjegjësi shumë të madhe. Këto janë ato situata që të rëndojnë dhe të stresojnë. Përndryshe, për pjesën tjetër, thjesht ato mësojnë ta shijojnë, ju duket interesant, diçka e re, shijojnë çdo detaj, kënaqen, çdo i motivojmë të shikojmë atje një mase, të shikojmë një qenë, duke tentuar në këtë formë të lidhin dhe me natyrën. Ose siç është rasti tjetër, derisa po qëndronim për pushime, normal që kohëve të fundit Shqipëria është avancuar shumë edhe në ofertën, le të themi, luksoze që ju ofron turistëve, por ka akoma ashtu vende të vogla, lokale, që të them momentalisht janë në hijen e krejt këtyre le të them restoranteve apo hoteleve komerciale. Dhe kjo ishte një nga eksperiencat më të bukura që neve duke ecur ti mendon që më mbaron shëtitoria, mbaron krejt pjesa zona e ndërtimeve dhe vazhdon të ecish pak më tej në rër dhe gjen një lokacion përrallor, domethënë një shtëpisë e vogël, 5-6 tavolina aty pe drurit, të punuar në mënyrën si të them më modeste, më të thjeshtë, është restoranti një peshkatari i cili nuk të ofron një menu të pasur me plot lloje ushqime, po të thotë, shiko, kam sallatë që e kam mbjellur këtu te bahçja im dhe mundem t'ju bëj nga ajo sallata dhe ju mund të zgjidhni peshk, kallamari, pa marrë parasysh fruta deti, nuk ka nevojë tash të definojmë emra. Dhe i thotë, "Ok, po marrim nga gjitha nga pak dhe ti në fund surprizohesh, ajo ka qenë ushqimi më i shijshëm që ke ngrënë." Ka qenë sepse është i freskët edhe është i përgatitur me
modesti, me dashuri, po gjithashtu ajo pjesa që e bën më të veçantë është freskia dhe modestia. Dhe fëmijët ju duket interesant, po prit ta provoj edhe unë, edhe domethënë gjithçka rrotullohet rreth asaj se si ti ja paraqit fëmijës. Dhe fëmijët çdo herë shijojnë më shumë thjestinë dhe natyrën. Dhe kjo është domethënë çelësi i gjithçka. Nuk ka nevojë të bëjmë t'i çojmë në apo t'ju ofrojmë gjëra që ato as nuk i imagjinojnë. Ato thjesht ka nevojë të lidhen me të bukurën, me natyrorën dhe momentin që ndodh kjo, çdo gjë është e bukur. Dhe mua më pëlqen shumë sidomos kjo pjesa e të vlerësuarit të gjërave lokale, modeste, sepse në këtë kohë komerciale kemi më shumë nevojë për kështu gjëra të vogla, origjinale. Do doja të bënim si një lloj loje, si një tip quizi. Tani quiz ndoshta nuk është fjala e dukur, po do doja që të bënim disa pyetje me përgjigje të shkurtra, pa vetëm me një vend, një shtet, një qytet. Nëse mund jetë e vështirë, por gjithsesi do doja që ta realizonim deri diku. Jemi gati? Do jetë pak e vështirë sepse jam zgjuar shumë herët dhe truri im veç ka filluar të ketë sapka të zeza, po do mundohem të jem sa më produktive. Më thuaj, Shefkie, vendi më i bukur që keni vizituar, sipas teje, i pari që të vjen në mend? I pari që më vjen në mend, shiko, për një udhëtar, unë kudo që shkoj mundohem të marr më të bukurën. Po nëse do jetë më i bukur, nuk e di, më i bukur. Mund ta ndaj si eksperiencë Zanzibarin, si një kontinent dhe një botë krejt tjetër, për ndjenja dhe për emocionet që mi ka dhënë si lokacion, si kulturë, po dhe si nuk e di, më është dukur si një planet tjetër, si një botë tjetër. Okej, e quajmë. Vendi më i sigurt, vetëm një vend më thuaj, shkurtimisht. Më i sigurt, definitivisht Slovenia, Ljubljana. Definitivisht, domethënë atje kam qenë si studente dhe jam rikthyer përsëri për ta vizituar dhe kam pasur atë lirinë të lëviz natën, ditën, pa u ndjerë rrezikuar në asnjë moment. Vendi që u penduat, pse shkuat? Nuk ka një vend që jam penduar. Kam shjuar çdo herë më të mirën, çdo herë shikoj vetëm anët pozitive. Një vend që do riktheheshit sërish? Unë çdo herë kur kthehem nga një udhtim, do kthehem përsëri këtu. Gjithmonë është. Ajo euforia e momentit çdo herë do kthehem përsëri, po nuk e di, nuk mund ta them. Vendi që ishte okej, po s'do shkonit më. Domethënë jo që ka qenë më i keq i mundshëm, po pse që do kishe shkuar ndonjëherë më? Për shembull, që ka për shembull shumë vende që janë të bukura, po që i ke parë dhe nuk don t'i djegësh më ato kartonat apo pushimet për të shkuar përsëri. Ndoshta Kiproja është një nga këto vendet që nuk do kisha shkuar, me që e kam pasur mundësinë ta eksploroj, ta shijoj, po është vërtet shumë i bukur, po nuk do kisha shkuar përsëri. Domethënë për ata që s'kan shkuar e sugjeron gjithsesi. Po, definitivisht. Vendi më overhyped, më i lakuar, më viral, sidomos në këtë kohën e TikTokut, do specifikoja, ka disa vende që janë shumë të përmendura, por që kur shkon aty, ndonjëherë edhe zhgënjehemi. A ka pasur në një vend të tillë për ty? Nuk janë shumë në rrjedhë me TikTokun, po ndoshta Parisi edhe Amsterdami janë shumë overrated, po që nuk është diçka wow, ose varet edhe nga gjendja im emocionale në atë periudhë kur i kam vizituar, po mendoj që këto dy qytete janë, po kjo është, domethënë, përgjigja. Një eksperiencë udhëtimi që duhet të gjitha provojnë? Një eksperiencë. Po shiko, për çdo njeri është e rëndësishme të dalë jashtë komfort zonës dhe ta sfidoj veten me diçka pak më larg, pak në diçka që mendon se mua s'do të më pëlqej këtu. Kështu që është shumë individuale, s'di cilën do t'ua kisha preferuar. Ndoshta Italia. Më thuaj, shkurtimisht të lutem, planet e verës, një shtet që planifikon që t'i shtohet kësaj liste, ose do qëndrojmë tek Shqipëria njëherë për njëherë? Argjira, ti më duket ke shumë kohë që jeton në Shkup dhe ka harruar që në Struk nuk bëj pushime verën. Mua më ka marrë malli të vi atje, prandaj ndoshta. Ndoshta në shtator do planifikojmë diçka, por akoma nuk e kemi vendosur, me që sapo jemi kthyer nga një pushim që kësaj radhe kishte më shumë përballë aspektin shëndetësor për fëmijët.
Por për momentin nuk kemi diçka, po hulumtojmë opcione dhe shohim ato limitimet buxhetore dhe mundësit të tjera për të realizuar diçka të re. Jam e sigurt që sido që të shkoj plani dhe cili do që të jetë vendi, besoj se do nxjerrni më të mirën, duke qenë se këto e dëshmojnë dhe fotografitë të cilat i ndoqën përgjatë bisedës. Shef Kieli, të falenderojmë. Të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot për ta përmbyllur së bashku dhe këtë sezon televiziv. Faleminderit, ishte kënaqësi, as më tepër që të jem domethënë pjesë e episodit të fundit të këtij sezoni, dhe më lejoni që gjithë shikuesve t'ju uroj pushime të mbara, të kënaqen shumë dhe ta shijojnë jetën në çdo moment dhe çdo mundësi që ju jepet. Kjo garanci mbi të gjitha. Të falenderojmë shumë, ishte kënaqësi. Pesja ime, ciao.